Tani unë jam njeriu më i lumtur në botë sepse flokët e mia po kthehen siç ishin dhe i trajtoj si bebet e mia dhe kujdesem shumë. Edhe ato gjëra që bëj vetë kam dëshirë që t'i ndaj dhe me zonjat sepse e di që floku është gjysma e bukurisë. Dhe do t'i japim atë vëmendjen shumë të veçantë. Besoj e kanë dëgjuar që qepa është një nga ingredientët jo vetëm për organizmin, por edhe për flokët. I rrit ato? I rrit shumë, ndihmon në qarkullimin e gjakut, ka vitamin C, i ushqen flokët. Përveç se i rrit i bën dhe të trasht, jetë flok i trash i plot. Dali dhe flokët e reja. Atëherë kemi qepën e kuqe, aspirinën edhe shampo. Shampo që ju përdorni në shtëpi. Mundësisht të jetë shampo natyrale, organike, pa kimikate. Përzjejmë këtë, që të shkri pak aspirina, edhe hedhim shampon. Këtë hedhim në kontenitorin e shampos dhe e përdorim njërë në javë. Do t'a lëm pak shampon, gjatë kohës që lajmë trupin, shampon e lëm të flokët, e masazhojmë, si gjithmonë dhe pastaj e shplajmë. Arsyeja e sugjerimit të kësaj recete është për ato gra apo edhe burra, sepse edhe burra duhet ta përdorin, që nuk ju rriten flokët, të gjithë kemi probleme me flokët. Që kanë flokët e hollë, kështu që përdoreni dhe do të shihni rezultatin në javët në vazhdim. Sigurisht.